Rubio, futja e Kosovës në NATO nuk është në agjendën aktuale. Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se çështja e antarësimit të Kosovës në NATO nuk është aktualisht prioritet në agjendën e shteteve anëtare të aleancës. Deklarato pa gjatë një seance dëgjimore në Kongresin Amerikan, ku ligjvënësi Keith Seld kërkoi mbështetje më të fortë për përfshirjen e Kosovës në aleancë, duke cilësuar Ballkanin si një rajon të prish nga pikpamja e sigurisë. Rubio theksoi se kjo nuk përjashton mundësinë e antarësimit në të ardhmen, por në fazën aktuale NATO është fokusuar në çështje të tjera globale dhe zgjerimi nuk figuron në prioritetet e njëhershme të disa shteteve anëtare. Ai shtoi se çdo vendim për zgjerimin duhet kaloj përmes konsensusit të plotë të aleancës, duke nënvizuar kompleksitetin e procesit të integrimit në NATO për vendet e Ballkanit Perëndimor. Debati në Kongres vjen në një kohë ku çështja e zgjerimit të NATO-s në rajon mbetet e ndjeshme, veçanërisht për shkak të tensioneve të vazhdueshme mes Kosovës e Serbisë dhe mungesës së unitetit brenda aleancës për antarësime të reja.